Po vuani nga tiroidja, 11 ushqimet që duhet të hani me patjetër. Bëjnë mrekulli për shëndetin e tiroides. Gjëndra e tiroides ndodhet në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormonet e tiroides, të cilat kanë ndikime në zhvillimet fizike, mendore, të qelizave dhe në metabolizëm. Sëmundjet ose çrregullime shëndetësore mund të ndikojnë në funksionet e gjëndrës së tiroides, duke shkaktuar veprime të ndryshme siç janë ato hiperaktive ose të ulta të saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekuilibrat e gjëndrës të tiroides janë të rëndësishme për të parandaluar shëndetin ose edhe proceset e plakjes. Këto ekuilibra mund të kthehen nëpërmjet konsumit të disa frutave dhe perimeve, të cilat arrijnë të parandalojnë dhe ruajnë shëndetin e tiroides dhe ta mbajnë atë konstant. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë ushqimet më të mira që mund të shtoni në vaktet tuaja ditore për të përmirësuar funksionet e tiroides dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen asaj. Boronicat. Boronicat janë të pasura me antioksidantë, të cilat do të ndihmojnë në paksimin e problemeve të hiperaktivitetit të tiroides dhe të ulin komplikacionet e saj. Studimet kanë treguar se boronicat janë të parat për sa u përket edhe veprimeve në uljen e problemeve të tiroides. Studimet kanë treguar se boronicat përmbajnë antioksidant më shumë se 40 frutat ose perimet e tjera. Dhe shtimi i këtij fruti në dietën tuaj mund të jetë një përfitim i mirë për ruajtjen e shëndetit të tiroides dhe shmangjen e komplikacioneve të saj. Për tiroiden mund të shtoni në dietën tuaj qershit. Qershit janë të pasura me nivele shumë të mira të antioksidantëve. Këto antioksidantë do të parandalojnë gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Ato janë një nga frutat më të mirë dhe më të jashtëzakonshëm për të mbajtur konstant nivelin e shëndetit të tiroides dhe për të parandaluar kështu komplikacionet që i kanosen asaj. Qershit janë një frut i mirë për ruajtjen dhe funksionet më të mira të tiroides. Në dietën tuaj gjithashtu nuk duhet të mungojnë domatet. Domatet janë një burim shumë i rëndësishëm i seleniumit. Ai ndihmon edhe për gjendjen tuaj të tiroides, duke rregulluar kështu më mirë funksionet e saj dhe duke parandaluar edhe komplikacionet që i kanosen shëndetit të tiroides. Në dietën tuaj gjithashtu shtoni edhe kungullin. Kungulli është një perim e pasur me nivele shumë të larta të antioksidantëve. Të dhënat tregojnë një zëri se kungulli është i mirë për gjendjen tuaj të tiroides për shkak të niveleve të larta të jodit që gjenden tek ajo. Gjendra tiroide ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Nëse keni mungesë të jodit, atëherë sigurohuni që ta merrni atë në mënyrë natyrale përmes ushqyerjes. Dhe një prej tyre është edhe kungulli, që mund të ndihmojë në prodhimet më të mira të elementeve ushqyes të nevojshme për funksionet kryesore të tiroides. Lakrat e vogla të Brukselit mund të jenë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik, dhe të mbarojnë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të tiroides. Bizelet janë një ndihmë shumë e mirë për personat që kanë probleme me tiroiden. Zinku është i rëndësishëm për gjendjen e tiroides, dhe gjithashtu ai gjendet me bollëk tek bizelet. Pamjaftueshmëria e zinkut vjen re kryesisht edhe te femrat që janë të prekura nga hipertiroidizmi ose shtimi i prodhimeve të tiroides të hormoneve. Kjo sepse hormonet e tepërta të trupit eliminojnë zinkun. Ekspertët e cilësojnë ushqyerjen e shëndetshme si një nga faktorët bazë më të rëndësishëm për të ndihmuar në shëndetin më të fortë të tiroides dhe për të parandaluar komplikacionet e saj. Salmoni. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve të cilët të vuajnë nga sëmundja Hashimoto kanë nivele më të ulta të vitaminës D krahasuar me njerëzit e tjerë. Doza shumë më të ulta të kësaj vitamine mund të lidhen me nivele të larta të antitrupave të tiroides,
Ekspertët tregojnë nëse vuani nga tiroidja, sigurohuni të merrni përfitimet e duhura edhe nga konsumi i salmonit, si një përzgjedhje fantastike për shëndetin e tiroides dhe evitimin e komplikacioneve të saj. Merrni çdo ditë 600 njësi vitamine D për të parandaluar inflamacionet dhe kështu tiroidja juaj do të funksionojë më mirë dhe do të ketë më pak komplikacione që i kanosen. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D në trupin e njeriut, ku një racion i tij do të ofrojë 570 njësi të kësaj vitamine. Nëse nuk e pëlqeni peshku, në zgjidhjen mund ta gjeni edhe te lëngu i portokallit, vezëve dhe qumshti, për të marrë kështu përfitime unike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse vuani nga gjëndra tiroide, në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni konsumin e frutave të thata. Frutat e thata, sidomos arrat, janë të pasura me nivele shumë të mira të selenit. Një mineral ky është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit të tiroides dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët tregojnë se frutat e thata janë të mira për organizmin për sa kohë ato konsumohen të pakriposura. Vetëm në këtë mënyrë do të parandaloni edhe komplikacionet që ju kanosen. Fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha të gatuara do të sigurojë 8 mg hekur, një mineral që shumë njerëz, sidomos gratë që janë në fazën e hyrjes së menopauzës, kanë vështirësi të marrin nivele të mjaftueshme. Mungesa e hekurit mund të pengojë aktivitetin e enzimave që prodhojnë edhe hormonet e tiroides. Ndaj, sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese për sa i përket shëndetit edhe të parandaloni komplikacionet e saj. Ekspertët tregojnë se përveç ushqimeve që duhet i keni pjesë të dietave tuaja, ka dhe ushqime të cilat duhet t'i evitoni për shëndetin e tiroides. Gjëndra e tiroides është një gjendër e vogël e vendosur në pjesën e përparme të qafës, që luan një rol vendimtar në rregullimin kryesor të metabolizmit dhe parandalimin e komplikacioneve dhe rritjes dhe zhvillimit të problemeve tuaja. Ekspertët tregojnë se duhet të shtoni edhe elemente të ushqyes për të mbajtur tiroidin nën kontroll dhe për të evituar kështu komplikacionet që i kanosen asaj. Për fat të mirë, ka ushqime të mira të cilat mund ta mbështesin lehtë shëndetin e tiroides dhe të parandalojnë komplikacionet që i kanosen. Algat janë një përzgjedhje shumë e mirë që mund të luajë një rol vendimtar në shëndetin e tiroides dhe të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Sigurohuni që të shtoni produktet e duhura ushqyese për të menaxhuar më mirë tiroiden tuaj dhe për të evituar komplikacionet e saj. Nëse vuani nga hipotiroidizmi, algat e detit janë një përzgjedhje e shkëlqyer, por ju bëjmë me dije se nëse vuani nga tiroidja dhe merrni medikamente të caktuara, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë një dietë enkas të përshtatshme për situatën tuaj përkatëse, pasi është e vetmja mënyrë për të balancuar edhe gjendrën e tiroides dhe për të evituar komplikacionet e saj. Ekspertët tregojnë se sa më të mirë ta keni dietën tuaj ushqyese, aq më pak probleme do të keni me shëndetin e tiroides. Por si gjithmonë duhet të kujdeseni të konsultoheni me ekspertin e shëndetësisë për të bërë përzgjedhjen e duhur të ushqyesve, të cilat duhet të jenë specifike sipas rastit tuaj përkatës. Peshku dhe produktet e qumshtit. Ndër ushqimet më të rekomanduara për të ulur dhe reduktuar inflamacionet e tiroides janë produktet e qumshtit të tilla si kosi, akulloret, qumshti me përmbajtje jodi, i cili nevojitet tiroides suaj për të parandaluar entjen e gjendrave tiroide. Në dietën tuaj gjithashtu, nëse vuani nga problemet e tiroides, shtoni vezët e freskëta, si një përzgjedhje shumë të mirë ushqyese për të balancuar shëndetin dhe për të evituar komplikacionet. Vezët e freskëta përmbajnë nivele shumë të mira të selenit edhe elementeve ushqyes të cilët do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të tiroides. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.